1.1 milion metër katror plazhe, 22 kilometra breg dhe një surprizë në Sazan, çfarë parashikon harta e re e plazheve të Bashkisë Vlorë për vitin 2026. Sot Këshilli Bashkiak i Vlorës ka diskutuar dhe miratuar projekt vendimin për hartën e përgjithshme të plazheve të lejuara për sezonin turistik 2026, si dhe tarifën e shërbimit në zonat e administruara nga pushteti vendor. Dokumenti shoqëruar me harta dhe relacion shpjegues ku jepen dhe shifrat kryesore nga Akërnia deri në hyrjet Pashalimanit në Orikum, përfshir për herë të parë dhe një stacion plazhi në ishullin e Sazanit. Sipërfaqja totale e planifikuar arrin në 1.100.000 metra katror, ndërsa gjatësia e vijës bregdetare është 22 kilometra. Këto shifra janë baza mbi të cilën ndërtohet debati për aksesin publik, hapësirat private, tarifimin dhe sigurinë në plazh. 75.7% plazhe publike. Sipas relacionit, pjesa dërmuese e hartës 832.000 metra katror, ose 75.7% klasifikohet si plazh publik. Në letër kjo do të thotë se 3/4 e vijës bregdetare të përfshirë në plan mbeten të hapura për qytetarët, nga zonat periferike si Akërnia dhe Narta deri në Lungomare, ujë ftohtë, Jonufër, Adhim dhe Orikum. Por dokumenti nuk jep një ndarje të detajuar me metra linear për çdo zonë konkrete. Këshilli Bashkiak voton hartën vizuale pa një tabel shoqëruese që të tregojë qartë sa metra publik apo privat ka secili segment i bregut. 20% plazhet e menaxhuara, motori ekonomik. Plazhet e menaxhuara zën 221.000 metra katror, ose 20.1% të totalit. Këto janë hapësirat ku ofrohen shërbime, vendosen struktura dhe krijohet produkti turistik me pagesë. Relacioni parashikon si parim orientues që për çdo 1 kilometër vijë bregdetare, 300 metrat janë publik dhe 700 metrat aplikueshëm për subjektet private, por sërish pa shpërndarje konkrete zonë për zonë. Kontrata shumë vjeçare dhe plazhet të tarifuara nga bashkia. Plazhet me kontrata shumë vjeçare zën vetëm 2.3%, ndërsa njërisi është dhe kategoria e plazhit publik të tarifuar nga vetë bashkia me 1.6% të sipërfaqes. Në këto raste plazhi mbetet publik, por shërbimet menaxhohen nga njësia e vetë qeverisjes vendore, me tarifa që mund të jenë deri në 50% më të ulta se tregu. Ndërkohë investitorë strategjik zën vetëm 0.03% të sipërfaqes totale, një shifër që zhvendos debatin nga pushtimi i bregut te mënyra e kontrollit dhe menaxhimit. 12 korridore ujore dhe shqetësimi për sigurim. Projekt vendimi parashikon rritjen e korridoreve ujore nga 4 në 12 gjithsej. Sa më shumë korridore, aq më shumë pika ku mjetet lundruese hyjnë pranë zonave të notit dhe aq më i madh nevoja për sinjalistik, patrullim dhe kontroll real në teren. Rasti tragjik i Marës në vitin 2022, ku humbi jetën një 7 vjeçare, mbetet një precedent i fortë që publiku e ka ende të freskët në kujtesë dhe e bën çështjen e sigurisë thelbësore. Sazani një përgjegjësi e re. Për herë të parë në hartë përfshihet dhe një stacion plazhi në ishullin e Sazanit, një zgjerim i ofertës turistike, por dhe një përgjegjësi shtesë për transportin, emergjencat dhe sigurinë. Në përfundim, harta e re paraqet shifra të mëdha dhe ambicioze: 1.1 milion metra katror plazh, 22 kilometra bregdet dhe dominim të hapësirës publike në sipërfaqe. Por testi i vërtet do të jetë zbatimi në teren, aty ku pushuesit presin jo vetëm akses, por dhe siguri.